Ati shenjtë, ruaji në emrin tënd ata që më dhe, që të jenë një si edhe ne. Të nderuar besimtar, kjo është lutja që Zoti ynë Jezu Krisht i drejtoi Perëndis Atë për nxënësit e tij. Por ashtu si atëherë përpara 2000 vjetësh, edhe sot është e njëjta situatë. Uniteti është një nga problemet dhe sfidat më të mëdha të shoqërisë së sotme njerëzore. Që shoqëria njerëzore të ketë unitet, më parë duhet të ketë unitet familja. Dhe më pas, unitet brenda kombit, midis shteteve dhe midis gjithë njerëzve. Sot flitet shumë në botë për unitetin. Takime, mbledhje, konferenca, udhëtime të panumërta bëhen me këtë qëllim, të arrihet uniteti. Por gjithashtu sot në botë, sot më shumë se kurrë, shohim prezencën e shumë konflikteve, e shumë ndasive, e shumë luftrave që po zhvillohen në vende të ndryshme të globit. E megjithatë dhe për këto luftra që ndodhin përsëri bëhen takime për pajtime dhe për unitet. Por sot në botë shohim edhe prezencën e shumë besimeve fetare. Madje edhe vendi ynë Shqipëria është një shembull i tillë, konkret, i prezencës së disa besimeve fetare. Dhe shohim gjithmonë që njeriu është në kërkim të së vërtetës. Dhe në këtë pikë dua të ndalem pak, sepse meqense në Shqipëri jetojmë në një ambient multifetar, ku shumë edhe nga njerëzit tanë të afër mund të jenë të besimeve të tjera, kemi gjetur një shprehje përgjithësuese, një shprehje që faktikisht është gabim nëse besohet, megjithse thuhet që se një Zot kemi, një Zot besojmë të gjithë. Motra dhe vëllezër, ne të krishterët ortodoks besojmë në Perëndin, ashtu siç e themi në simbolin e besimit, në Perëndin që është krijuesi i qiellit dhe i dheut. Ne besojmë në Perëndin, birin e tij, Zotin Jezu Krisht, i cili lindi prej Atit përpara gjithë jetëve. Neve besojmë në Perëndin, Shpirtin e Shenjtë që buron prej Atit, që adhurohet dhe lavdrohet bashkë me Atin e me Birin. Ky është Perëndia që besojmë ne të krishterët. Ndërsa të tjerët nuk e besojnë në këtë formë. Prandaj duhet të jemi të qartë, duke respektuar patjetër lirinë e tjetrit, zgjedhjen e tjetrit, por ne të paktën për veten tonë duhet të jemi të qartë se çfarë besojmë neve. Neve besojmë tek Zoti Jezu Krisht, i cili është biri i Perëndis, i cili mori trup njerëzor, u trupëzua, thot simboli besimit, prej Shpirtit të Shenjtë dhe Virgjëreshës Mari dhe u bë njeri, që u kryqëzua për ne, që vuajti, që vdiq, u varros, por edhe u ngjall ditën e tretë. Gjë të cilën besimet e tjera nuk e pranojnë. Neve besojmë tek Shpirti i Shenjtë, i cili ka të njëjtën natyrë me Atin dhe me Birin. Janë e njëjta esencë që buron prej Atit përpara gjithë jetëve. Besimet e tjera nuk e pranojnë. Prandaj duhet të jemi të qartë të paktën për veten tonë që neve besojmë tek Perëndia triadik. E pikërisht në këtë të diel neve kremtojmë, kujtojmë etrit që morën pjesë në sinodin e parë ekumenik, ku edhe ky sinod u mblodh për një arsye të tillë, për të mbrojtur hyjninë e Zotit ton Jezu Krisht. Në vitin 318 në Aleksandri doli një prift me emrin Arios, i cili nxorri një doktrinë të re dhe thoshte që
biri i Perëndis, fjala, logosi, është krijesa e parë e Perëndis dhe thot në thellësitë e shekujve të përjetësisë ka pasur një moment që fjala nuk ishte. Dhe këtë gjë e hodhën poshtë etrit e sinodit të parë ekumenik me forcë dhe nxorën vendimet e shenjta të këtij sinodi ku Ati, Biri dhe Shpirti i Shenjtë është një Perëndi i vetëm dhe i pandar, ku na vërtetuan dhe na siguruan për përjetësinë e Zotit ton Jesu Krisht. Por të kalojmë pak tek pyetja që neve bëm pak më parë, që njeriu është gjithmonë në kërkimin e së vërtetës. Dhe në këtë konfuzion shumëllojshmërish, çdo njeri që është në kërkim i lind pyetja shumë natyrshëm. Kë Perëndi duhet të besojmë dhe si duhet të besojmë? Dhe përgjigjen e saktë të kësaj pyetje ne e marrim sot pikërisht në ditën kur kremtojmë kujtimin e etërve të sinodit të parë ekumenik. Kemi dhe një karakteristik tjetër që ky sinod i shenjtë, që tregoi unitetin e gjithë kishës, u mblodh nga perandori Konstantini i Madh, i cili ishte me origjinë nga Iliria, nga trojet tona. Etrit e këtij sinodi hodhën poshtë mësimin e gabuar të Ariosit, i cili thoshte se Krishti nuk ishte i barabartë me Perëndin. Dhe etri të drejtuar, të frymëzuar nga Shpirti i Shenjtë, me të njëjtën frymë, me të njëjtin mendim, me të njëjtin besim, hartuan simbolin e besimit dhe shpjeguan dogmën e Trinisë së Shenjtë, që është një e njëqenshme dhe e pandar. Por ashtu si Ariosi në shekullin e 4, në kohë dhe epoka të ndryshme, pa dyshim që edhe sot, ka njerëz që përpiqen me veprimet e tyre t'i largojnë njerëzit nga Perëndia dhe besimi tek Perëndia i vërtet. Sot, fatkeqësisht, në emër të lirisë së personit, të individit, në emër të unitetit, në shumicën e rasteve, të gjitha gjërat bëhen pa Perëndin. Sot, në shumë vende demokratike e moderne, ndalohet të përmendësh emrin e Zotit Krisht, ndalohet të përmendësh fjalën Pashk ose Krishtlindje. Sot, në vende tradicionalisht të krishtera, po hiqen simbolet e krishtera, të mos themi që po zëvendësohen me të tjera. Po hiqen nga institucionet si shkollat, spitalet e tjerë. Sot po sulmojnë qelizën bazë të çdo shoqërie, që është familja, duke u përpjekur të krijojnë korniza të tjera, formate të tjera që janë kundër mësimeve biblike dhe të besimit tonë të krishterë. Perëndia na krijoi mashkull dhe femër, dhe nga bashkimi i tyre krijohet familja. Kjo mënyrë është e bekuar nga Perëndia dhe ka si fryt të saj fëmijët, të cilët na sigurojnë vazhdimsinë e jetës së gjinisë njerëzore. Mënyrat e tjera, çfarë do lloj bashkimi tjetër, është terp dhe ajo që është më e rëndësishme është në kundërshtim me natyrën siç na krijoi Perëndia. Në mënyrë që shoqëria e sotme të përshtatet këtyre formateve të reja, në dokumente, në disa vende, nuk shënohet më babai dhe nëna, por prindi 1 dhe prindi 2. Duke e humbur babai dhe nëna rolin e tyre të mëvetësishëm brenda familjes. Ata përpiqen të imponojnë njerëzve atë që besojnë ata vetë, dhe ashtu siç e kuptojnë ata, duke u larguar nga e vërteta e ungjillit dhe e besimit. Njerëz të tillë, Apostull Pavli në pjesën e ungjillit të sotëm i quan ujqër të këqinj.
Çdo zbulesë dhe çdo veprim i një personi apo një grupi personash, sado i sinqert të jetë, nëse nuk përputhet me mësimet e Ungjillit të shenjtë dhe me mësimet e Kishës dhe të traditës sonë të shenjtë, ashtu siç na e trashëguan etrit tanë, atëherë kjo zbulesë është e gabuar. Vetë Apostull Pavli e thot shumë qartë, sikur ne, thot vetë, ose një engjëll nga qiellit ju predikoj juve një ungjill tjetër nga ky që ju është predikuar, qoftë i mallkuar. Motra dhe vëllezër, në Kishën Ortodokse gjendet besimi i vërtet në Perëndin e vërtet. Kjo sepse këto dogma, këto mësime janë si rezultati një zbulese hyjnore të Perëndis te Kisha e tij, dhe sepse këto mësime janë pranuar nga ndërgjegja e të gjithë etërve të Kishës sonë, dhe jo nga opinioni apo besimi personal i njërit apo tjetrit. Veç vërtetësisë së besimit, i cili shprehet nëpërmjet unitetit të ndërgjegjes së etërve të Kishës në udhëheqjen e Shpirtit të Shenjtë, Ungjilli i sotëm na vendos edhe përpara një përgjegjësie tjetër shumë të madhe. Përgjegjësinë që këto të vërteta t'ua themi dhe t'ua transmetojmë edhe brezave të ardhshëm. Sot edhe midis të krishterëve ortodoks ka njerëz që pasi pak zohen, vinë në kishë, ku ngohen 3 herë rresht me qëriun e pagzimit, sepse ashtu u tha prifti, ku ngohen dhe më pas largohen për t'i parë për Pashk, ose për Krishtlindje, ose ditën e ujit të bekuar, ose ndonjë festë të madhe, ose ndonjë feste familjare. Por ne si të krishterë që jemi të pagzuar në emër të Atit, Birit dhe Shpirtit Shenjtë, ftohemi që të marrim pjesë në kishë çdo të diel. Sepse e diela është dita e Zotit. Edhe në gjuhën latine, edhe në greqishten të dielës i thonë në latinisht Dominus, kurse në greqisht Kyriaki. Të dyja versionet do thot dita e Zotit. Pra ne të krishterët të dielën e kemi ditën e Zotit dhe ftohemi që të marrim pjesë në kishë, në liturgjinë hyjnore për t'u shenjtëruar ne, por edhe këtë traditë të shenjtë t'ua transmetojmë fëmijëve tanë, nipërve, mbesave, motrave dhe të afërmve tanë. Pjesëmarrja në kishë nuk është një pjesëmarrje për arsye kulturore ose trashëgimie kulturore të një kategorie caktuar të popullsisë, por është një nevojë jetësore për shpirtin e çdo njeriu. Ashtu siç trupi ynë ka nevojë për ushqimin fizik, ashtu edhe shpirti ynë ka nevojë për ushqimin shpirtëror, të cilin neve e marrim në kishë, e marrim edhe në shtëpi kur lutemi vetë, por në kishë ku është vendi ku kryen misteret e shenjta të Zotit, ku neve nëpërmjet këtyre mistereve marrim hirin e padukshëm të Perëndisë. Ky fakt na vendos përpara përgjegjësisë që ta ruajmë këtë besim të shenjtë që na e trashëguan para artësit tanë. Të inkurajojmë dhe jo t'i pengojmë fëmijët tanë që të vinë në kishë. Të gjithë ne sot ftohemi që pishtarin e ndezur të besimit tonë, që buron nga Zoti i ngjallur dhe që na e trashëguan për 2000 vjet brez pas brezi, neve t'ua transmetojmë brezave të ardhshëm, gëzuar dhe për shumë vjet.